do të kemi në lidhje drejt për drejt zotin Shkumbin Misini, ekspert ekonomie pedagog në Kosovë. Zotin Misini, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Atëherë, sikur se thamë, pritet që Kuvendi i Kosovës të zhvillojë seancën e radhës ku do të miratohet padyshim buxheti i vitit 2026. Është një buxhet i mirë për sa i përket shpenzimeve, 4 miliardë euro dhe një pjesë e mirë e tyre do të shkojë në investime si infrastrukturë, por gjithashtu edhe në sektor tjerë që cilësohen si prioritar. Po, është më në fund erdhëm në përfundim që pas një viti pritje dhe të rizgjatur të zgjedhjeve, 4 zgjedhje mrena vitit, erdhëm në përfundim në vetësimin e politikë bërësve kosovare, konkretisht e kam fjalën për kryeministrin aktual, të cilën krijoi parlamentin, e krijoi konstituimin e kuvendit dhe krijoi qeverinë, të cilën është një e mirë të cilën e kemi prit kohë më parë, sepse kostoja është shumë e madhe për mrena një vitit të cilët nuk është konstituu Kuvendi i Kosovës, dhe e dyta është hupi besimi i qytetarëve ndaj institucioneve kompetente, institucioneve shtetërore. Tyrat të përgjithshme që parashin të jenë diku 3.64 miliardë euro, ndërsa shpenzimet janë parashin të jenë afërsisht 4 miliardë euro. Një deficit i vogël është. Një deficit i vogël, po ne kemi, borxhin publik i kemi shumë të ulët, krahasim me vendet e rajonit, dhe që mundësia është për me hyrë në borxh publik, me rrit borxhin publik qeveria aktuale. Mirë po aja që është zhgënjyse dhe mos projeksionimi i tij, është formimi i ministrive të reja. Gjitha vendet e botës më të zhvilluara janë të shkurtu, të zvoglu numrin e ministrive dhe shpenzimeve publike. Kosova po del që me sa duket është vani më i zhvilluar i botës që rrit numrin e ministrive. Kur kemi parasysh që kemi të kurrit popullsisë, të kurrit popullsisë në mënyrë drastike, në vendin e parë kemi në vitin 2025, vendin e parë në botë me të kurrit popullsisë, përsëri në vitin 2024 kemi pas vendin e parë në botë, dhe përsëri Kosova rrit numrin e ministrive, që kjo është për mua krijon një burokraci parazite, sepse nuk kemi nevojë ne të rritmi shpenzimet publike kur nuk kemi qëndrueshmëri dhe shëndet të mirë ekonomik, sepse ne varmi rritja ekonomike varet kryesisht prej konsumit. Zotin Misini, ju përmendët borxhin publik. Padyshim Kosova ka ndër nivelet më të ulta të borxhit, jo vetëm në rajon, por gjithashtu në Europë dhe më gjerë. Ka akses ose është e besueshme si ekonomi që përveç huamarrjes të brendshme të dalë edhe në tregje ndërkombëtare nëpërmjet emetimit të eurobondeve? Po, mundësit i ka shumë të mira, mirë po unë mendoj që një ndër problemet kryesore të Kosovës është që mos në varet ekonomia e Kosovës vetëm drejt konsumit. Për shkak që ne kemi një lëvizje të kapitalit të bizneseve. Ne shohim që shtetet më të zhvilluara të botës, siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë të mirë me masa proteksioniste për me fuqizuar ekonominë dhe prodhimin vendor, ndërsa ne po veprojmë në të kundërtën. Cila është e kundërta? E kundërta ne po mbarmë në konsum, dhe rritja e shpenzimeve publike, shqetësimi im është që rritja e shpenzimeve publike prodhon edhe kosto të tjera, rrit taksat, rrit tatimet dhe rrit kostin e jetesës për qytetarët. Ky është problemi më i madh i kësaj, e para, dhe e dyta, problemi është që i jepet mundësia e burokraci të krijohen dhe të krijohen vende të reja të punës që pa pas nevojë Kosova. Fondi monetar ndërkombëtar, Banka Botërore, kanë paralajmëruar kohë më parë, vite më parë, edhe kur kanë qeverisë PDK, LDK-ja, që numri i personave, numri i personave të cilët, apo më dëgjon? Po, jemi në rregull, ju dëgjojmë. Po. Numri i personave të cilët janë në sektorin publik janë diku përfshirë me polici me ushtri 84.122. Do të mos zvogëlu mbi 50%. Dhe çka mbi 50% që i kësaj, këta përshkojnë për rrisin numrin e konsumit publik, të cilët nuk e kuptoj pse më rrit shpenzimet publike. Shpenzimet publike ne kemi nevojë mi rrit në sektorin e shëndetësisë, sepse kemi shumë njerëz, shumë qytetarë të cilët po largohen prej vendit veç për shkak të çështjes së shëndetësisë. Ne kemi nevojë për me pas një sigurim shëndetësor. Qytetarët e Kosovës nuk kanë ende sigurim shëndetësor.
Zoti Mesini, ju përmendët faktin që ekonomia e Kosovës është e bazuar te konsumi. Edhe ekonomia e Shqipërisë është e bazuar te konsumi dhe qeveria ka një plan, të paktën në kuadër deklaratave, sepse ende nuk kemi një dokument, për ta zhvendosur gradualisht ekonominë shqiptare nga konsumi drejt prodhimit. Si mund bëhet kjo, qoftë për ekonominë e Kosovës, qoftë për ekonominë e Shqipërisë, sepse janë të ngjashme, kam përshtypjen? Po, është e vërtet për mirë për që dallan, domethënë ekonomia e Shqipërisë me Kosovës, për arsye se domethënë ju e keni edhe turizmin, ne nuk e kemi turizmin. Ne kena shumë me shfrytzu turizmin, domethënë diku mbi 5 miliardë euro keni të hyra nga turizmi viteve të fundit. Domethënë kjo krijon një farë bazë të qëndrueshme ekonomike në krahasim me Kosovën. Ne kemi domethënë ne kemi turizëm, ne kena shumë me shfrytzu turizmin malor, mirë po për shkak mos investimeve në turizmin malor, ne kemi ardhur në gjendje të tillë dhe drejt për drejt Kosova po mbahet në konsum dhe çdo lëvizje globale e ndryshimeve globale, si luftrat, si problemet politike, neve po na shkaktojnë inflacion nga brenda. Ndërsa sa i përket Shqipërisë, Shqipëria domethënë në kapitujt e fundit i dhan sinjal Shqipërisë që nuk do ta mendoj veten vetëm në konsum, po do ta jep mundësinë dhe kapacitetin prodhues për me investu, domethënë me zvoglu që deficitin e bilancit tregtar. Kjo është e para. E dyta, unë mendoj që politikat, çfarë politika do të marrën qeveria e Shqipërisë dhe qeveria e Kosovës është politika indirekte, sepse me masa proteksioniste ne jemi shumë të fuqishëm, siç është rasti i Amerikës që merr masa të tilla sepse edhe ka marrëveshje ndërkombëtare. Domethënë ne kemi marrëveshjen me CEFTA, ne kemi me MSA-n, etj. Mirë, po cili kishte qenë mundësia më e mirë është me nëpërmjet përparësive absolute. Cila është përparësia absolute? Përparësia absolute është që domethënë kemi shumë biznese në Shqipëri, të cilët ose prodhimtarinë e produkteve i bojnë, domethënë nuk i grumbullojnë, nuk bëhet për shembull një fushë e Sarandës, pjesa më e madhe e Sarandës, fusha e Sarandës për shembull të prodhon një produkt të veçantë, në kuptimin që ka përparësi absolute. Dhe domethënë këtë pjesë të tokave, parcelave të cilat i kanë Kosovë, Shqipëri i kanë me numër të vogël dhe ai nuk ka mundësi kapacitet prodhues, sa ka një mundësi për shembull një kapacitet prodhues për shembull Turqia me ta prodhu. Dhe kjo kishte qenë mirë që qeveria me bëni politikë indirekte të cilën një region komplet me sasi të madhe të prodhimit, domethënë ty për shembull, ta marr me shembull një pjesë të kuksit për shembull të prodhohet qep. Dhe këtë regioni kuksit të prodhoj qep, sepse ta furnizojnë tregun e brendshëm me një çmim shumë të pavarshëm. Po, është i fuqishëm, sepse në qoftë se kiti një pjesë të tokës, për shembull unë konkretisht kam mbi 2 hektar tokë në Kosovë, mirë po unë nuk e shfrytëzoj, sepse i kam këtë pjesë të ndara të parcelave dhe nuk kam alternativë tjetër, nuk kam mundësi, nuk ja vlen barra qirançi për me investu një gjë të tillë kur ki parcela të shpërndara. Dhe e dyta që kish mujt me qenë Shqipëria, domethënë për me intervenu në këtë drejtim, është që duhet të kenë kujdes sepse edhe eksporti produkteve nuk është në mënyrë të hishme të prodhon produkte të eksportohen me kimikale. Duhet të vendosen inspektoriati të jetë më kredibil në vlerësimin dhe analizën e produkteve të cilat eksportohen. Se imagjino në qoftë se ti Kroacia ti kthen produktet që janë kimikale, shumë më vështirë e me prodhu produkte në përvene të ndryshme të perëndimit, për shkak se hupet besimi. Dhe kjo mendësia apo manceti primitiv i bizneseve në Kosovë dhe Shqipëri që të përfitojnë mrena ditës, mrena natës, ka marrë fund, sepse e kanë një standard Bashkimi Evropian, që nuk e lejon të produktet kimikale të eksportohen aty. Dhe e dyta, edhe e treta duhet një vetësim qytetar që të konsumojnë produktet vendore. Dhe e katërta është që në çdo numër për shembull çdo biznes prodhues të ketë suport nga në mënyrë indirekte nga shteti, për shembull çështjen e nëse punson numër të madh të punëtorëve, për shembull për 5 vjet të ketë lehtësira të tatimeve për pagesa për ata punëtorë. Për shembull kemi pas rastin me një shtet fqinji që kemi pas këtu, domethënë 5 vjet
5 vjet ja ka i jek shpenzimet e punëtorëve për 50% nëse çaja kompani ka punësu mbi 5.000 punëtorë. Do të thonë që kjo është shumë e mirë. E kemi pas rastin disa vite më parë në Maqedoninë e Veriut, kur kemi pas mbi 2.000 punëtorë, ka qenë në mënyrë strukturuar. Mbi 2.000 punëtorë ke pas mbi 50% të pagës që e ka siguru shteti, 50% e ka siguru kompania. Do të thonë që janë disa lehtësira të cilët bizneset fokusohen tek kompanitë, do të thonë jo tek bizneset tregtare dhe shërbyse, po kthehen tek bizneset prodhuese. Mirë po, qeveria e Shqipërisë dhe Kosovës duhet, duke filluar prej kryeministrave të Kosovës dhe Shqipërisë, të konsumojnë, të promovojnë produktet vendore, siç janë në për tavolina, në për dreka, në për darka, edhe domethënë të vedisohet qytetarët që i produktet vendore. Mirë po, para se me ardhur deri te kjo, vetëdijimi i qytetarëve duhet i inspektoriatit të punojë në mënyrë të mirëfillt. Për shkak se ne e dim që në rasti po flas për Kosovën, cilësia e produkteve vendore në krahasim me cilësinë e produkteve të vendeve të rajonit, fatkeqësisht cilësia e produkteve vendore shumë më e keqe, shumë më e ulët. Ndërkohë, zoti Mesini, të rikthehemi sërish tek buxheti 4 miliard euro shpenzimet. Mendoni se i përgjigje nevojave që mund të ketë ekonomia e Kosovës dhe në mendimin tuaj ku duhet fokusohet më shumë në mënyrë që kthimi nga ky, nëse e quajmë investim, kthimi nga ky investim 4 miliard euro të jetë më i madh, pra përfitimi të jetë më i lartë? Të them të drejtën, kjo është një problem shumë i madh i Kosovës për arsye se destinimi i mjeteve financiare në vendet e duhura nuk është ka shkon. Domethënë po premtohet paga e 13, po premtohet hapja e ministrive përkatëse, po premtohen disa renovime të ndryshme të infrastrukturës, mirë po Kosova unë mendoj që për me rigjeneru tona në kuadër të multiplikatorit ekonomik, domethënë të shumëfishimit të mjeteve financiare, do të fokusu në aspektin e arsimit, sepse jemi shumë kesh jemi mbi 73% të rinjve në moshën 15 vjeçare sipas rezultatit PISA-ve dalin që janë analfabet funksional e para. Do të fokusohemi këtu që ta ndryshojmë këtë gjendje, edhe e dyta në aspektin e shëndetësisë, sepse domethënë sot nëse e pyet një qytetar, domethënë të moshës mesatare, pse është interesi për më largu prej vendit, ndër problemet thotë nuk kam sigurim shëndetësor dhe frika është që mos po ndodh diçka në mua dhe fëmijëve të mi apo familjarëve të mi, për një gjë të tillë më do të bëj një zgjidhje në vendet e Bashkimit Evropian. Dhe kjo domethënë në farë forme detyron me vetë frikën që mos po ndodh diçka në aspektin shëndetësor, i shtyn njerëz për mu largu në mënyrë edhe mosha mesatare, prej ashtimtërive. Një farë ulëmtimi që është bërë fundit, në vitin që lam pas, vitin 2025, domethënë 72% të rinjve të moshës 18 dhe 27 vjet, domethënë pretendojnë që të largohen prej këtij vendi. Domethënë kjo është shqetësuese. Dhe unë mendoj që për ta ndalur, domethënë edhe shtresën e mesme, domethënë të kësaj shoqërie është e domosdoshme të investohet në arsim primare për shkak që të rikthehemi në mjetet financiare nëpërmjet inovacioneve dhe kreativitetit të fëmijëve tanë, të bëjmë investimet e ndryshme në Kosovë, dhe e dyta është aspekti shëndetësor. Aspekti shëndetësor është i mjerueshëm, të pretshte me vite të tëra për një koronografi është me të vërtetë është shumë e rëndë. Dhe e treta, domethënë politikbërësi në Kosovë, domethënë shumicën e rasteve e bëjnë më shumë për konsum ditor, me buxhetin e bëjnë për konsum të interesit partijak, dhe për interesit të blerjes së votave. Përndryshe, ende nuk kemi pas një qeveri të mirëfillt që me të vërtet punon për mirëqenien socioekonomike të vendit. Unë jam dakord që edhe investimet në infrastrukturë krijojnë investimin në infrastrukturë, në rrugë të mira atjera, krijojnë një mirëqenie më të mirë të qytetarëve, por nuk ka logjik me pas infrastrukturë të mirë, sepse funit vetura blehet, po njeriu nuk blehet. E mos të kesh sigurim shëndetësor. Domethënë të presh për shembull me sipas raportit të auditorit të përgjithshëm në Kosovë, kemi pas raste për një ndërhyrje kanë prit njerëz deri në 4 vjet. Domethënë ose të presh për një ndërhyrje, ta pash se a ki nevojë për stenda në koronografi për shembull me muj të tërë. Domethënë zemra nuk të pyet ty, vetura blehet. Jam dakord që infrastruktura është e nevojshme, po njeri nuk blehet. Ne fokusin kryesor do të më qenë në shëndetësi. Domethënë ne kemi dhoma që pacientët dikun me një dhomë janë 6 deri në 8 pacient me një dhomë.
plus shtoja edhe kujdestarinë e secili pacient që e ka dikon të familjes që kujdeset për ta, domethënë 6, 12 deri 14 vjet mrena 16 vjet mrena një dhome. Imagjino çfarë kushte të mërësisht të këqija kanë në sistemin shëndetësor të Kosovës. Dhe për mendimin tim, për mua është shumë urgjente dhe emergjente është sigurimi shëndetësor të bëhet kontribut. Na ka pas premtu kryeministri që është aktual viteve më parë që në momentin që do të hyjmë pushtet, vitin 2019, momentin që do të hyjmë pushtet do ta kemi sigurimin shëndetësor mrena 2 viteve. Mirë po ne nuk kemi filluar edhe me bazë një databazë. Ne databazë të qytetarëve të Kosovës nuk kemi. Imagjino na shumë larg jemi rreth sigurimeve shëndetësore. Ndërkohë, zoti Misini, me konstituimin e kuvendit, me krijimin e qeverisë, hapet rruga edhe për përfitimin e fondeve nga plani i rritjes për Kosovën. Do të ketë kapacitet Kosova të përfitojë nga këto fonde dhe të mos rrezikojë të digjen sepse janë me afat 2024-2027. Po, ne kemi pas diskutim edhe kohë më parë për një gjë të tillë. Ne kemi pas disa raste deadline-a në kohë të caktuar kur do të më realizohen ato. Mundësitë i ka të kufizuar Kosova për shkak se domethënë i ka mbetë mrena një vit e gjys, pavarësisht 2 vite për një sistem të tillë. Vetëm se një problem tjetër është për shkak deadline-ave, sipas parashikimeve të mia, mund të jemi gabum në këto shifra, po diku deri tash i ka hup 7.1 milion euro. Domethënë që s'mund me realizu për arsye të kohës kufizuar. Mirë po, edhe tjetra që mund me ndiku është edhe rritja e çmimit nëse në shërbim që ka mbujt me kry para 2 viteve në infrastrukturë ose në diçka domethënë në energjinë e përtryeshme apo diçka të tillë, çaja kosto e 2 viteve më parë nuk është më kosto aktuale, sepse janë rrit çmimet, rrit shërbimet, janë rrit çmimet e shërbimeve. Domethënë i bën që nëse ke pas mishtru hipotetikisht për marr, ke pas mishtru 5 kilometra asfalt, sot, domethënë me çdo para 2 vite, sot çdo kilometrat të asfaltit mundesh mi bë me 2,3, se s'mundesh mi bë me 5, sepse për shkak të kostove të rritjes së kostove së vazhdueshme. Dhe nëse e shohim nga qeveria, këndvështrimin qeveritar, unë mendoj që parashit që të ketë rritje të kostos së jetesës për qytetar diku në 4%, nëse nuk rritet për vitin 2026, nëse nuk rritet çmimi i energjisë elektrike, nëse rritet çmimi i energjisë elektrike, kjo ka me shkaktuar shumë probleme edhe vazhdueshme. A do të rritet çmimi i energjisë elektrike? Sipas mendimit tim po sa do të rritet do të mbetet ta shohim. Dhe si përfundim, mjetet financiare të shumë mirë që është kriju konstruimi i kuvendit, që të paktën çdo mjete financiare sepse kanë pas edhe vërejtje nga Bashkimi Evropian, që çdo mjete financiare të paktën mos na djegën 880 milion, që për parashihet që Kosova për numër të banorëve përfiton më shumëti. Dhe do të ketë disa nuk e besoj që do të jenë shumë të shkallët dhe shumë taftë me efikasitet të lartë që t'i mbledhin këto mjete financiare. Zoti Misini, meqense përmendet rritjen e çmimeve, si ka mundësi që Kosova pati në muajt e fundit të 2025-s ndër nivelet më të larta të inflacionit në 5.3% për 2 muaj me radhë, ndërkohë si në rajon, ashtu edhe në B, inflacioni ka qenë mes 2 deri në 2.5, 2.3, 2.7 maksimumi. Po, ka shumë faktorë. Domethënë ne më parë kemi pas inflacionin e importuar. Domethënë prej vendeve të ndryshme të perëndimit, botës perëndimore, sepse kemi shumë import të produkteve nga vendet e ndryshme. Ne varemi këtë kryesisht nga import dhe bilanci tregtar është u thelluar më shumë. Domethënë shkojna me dikun 6-1. Domethënë as 1 miliard euro na nuk eksportojmë, ndërsa mbi 6 miliard euro dikun importojmë. Dhe domethënë ideja është që pse ndodhi gjë të tillë tash po na prodhohet nga brenda. Çmimi i energjisë elektrike na ka arrit viteve të fundit shumë herë dhe kjo ka reflektuar në mënyrë sinqerore rritjen e produkteve të tjera. E para, e dyta, rritja e çmimit domethënë pak muaj më parë është paraqë që pranë programi i qeverisë aktuale, domethënë kandidatët për kryeministër aktual që ishin në formë zgjedhore, e pat premtuar që ka rrit pagën minimale. Dhe rritja të pagës minimale mina ka shkaktuar që te bizneset ose te struktura udhëheqëse e gjithë hierarkisë shtetërore me rrit kostën. Dhe kjo në mënyrë automatike ka prodhu inflacion. Për shembull, kemi rastin konkret, nga 1 janari më ka rrit 30% fatura e ujit.
Dhe nëse e pyet, domethënë nga logjika e ekonomistit është kjo ka rrjedhë veç për shkak të rritjes së pagës minimale. Domethënë nuk e shoqëruar me rritje të shërbimit. Po, nuk rritja e shërbimeve është e njëjtja. Nuk kemi në lëvizje të rritjes së shërbimeve, se nëse ish rrit niveli i shërbimeve ketë në rregull jemi. Po neve na shton myt bërllogun, në Prishtinë sonë tu hek bërllogu, aty të rritet çmimi i bërllogut. A Prishtina është mbush me bërllog. Domethënë thjesht shërbimet nuk janë rrit me efikasitet të lartë, mirë po kjo vjen si shkak i pasojave të rritjes së çmimit të pagës minimale. Sepse kur rritet paga minimale pa produktivitet, ty të prodhon inflacion brendshëm. Dhe e dyta është për shembull faturat e ujit. Një njëjtin 35% nuk arrit nga janari fatura e ujit. Domethënë e treta tash domethënë sipas kërkesës së ZRE, domethënë çmimit për çmimin e energjisë elektrike, si parakusht kryesor e kanë paraqit kostot operative. Tash bizneset kostot operative kanë në momentin që rritet të paga minimale. Dhe kur rritet paga minimale, ai detyron ja faturon faturën qytetarit. Dhe për një gjë të tillë, ka rrit çmimin e energjisë elektrike. Dhe kjo në mënyrë sinqerore prodhon inflacion të brendshëm. Mirë po kemi raste të mendësisë primitive të bizneseve në Kosovar, që ende pa ardhur fatura me çmim të ri të faturës, çmimit të ri që ishte në muajin qershor, për shembull, që pa të ndalë në treg të lirë këto kompanitë për energji elektrike, ende pa përfundu, domethënë pa dalë në treg të lirë, këta 2 muaj përpara, 3 muaj përpara i rritin çmimet e produkteve. Domethënë kjo është mendësi primitive sepse institucionet kompetente janë inekzistente në Kosovë, domethënë shkojnë sa për me bën ai foto për me postu në rrjetet sociale, mirë po nuk kanë qenë efikase që t'i denojnë bizneset të cilat kanë rrit faturën, për shembull produktet pa i ardhur fatura, domethënë 3 muaj më parë pa i ardhur fatura me rritje të çmimit të energjisë elektrike. Edhe një pyetje të fundit, zoti Mesini, në lidhje me ata që po i shikojmë edhe në ekran që ishin njëkohësisht edhe arsye kryesore e këtij ngërçi pikërisht politikanët. Do të ketë qëndrueshmëri për realizimin e këtyre reformave, për realizimin e këtyre investimeve, pra do të ketë qëndrueshmëri politike referuar edhe asaj që reflektoi rezultati i zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Rezultati i zgjedhjeve të fundit ka treguar që ne kemi nevojë për reformë, domethënë te partitë opozitore kemi nevojë për reforma thella, siç është rasti konkret edhe në Shqipëri. Domethënë reforma, një kryetar, një lider i një partie, nëse fiton mbi 50% të votave, problemi është te opozita, nuk është problemi te lideri i partisë që fiton ato. Dhe kjo e ka shfrytzuar që të hapësirë, që të mundësi që mos reformimi i partive, domethënë PDK, LDK, domethënë ne reformim, po ka qenë reformim shumë i vogël dhe ka ardhur në rezultat të tillë të cilën ka kaluar mbi 50%. A është e mirë për demokracinë? Kjo nuk është e mirë, sepse që me vetë faktin projeksionet e tij, domethënë më parë që kanë thonë deklaratat e tij, nëse i shef të kryeministrit aktual që ka qenë kur s'ka qenë në pushtet, ka thonë një ndër problemet kryesore që Kosova e ka rritin, domethënë që bojnë partitë në pushtet bojnë pazare politike për rritjen e ministrive përkatëse. Dhe tash imagjino, nuk janë projektuar buxhetet për ministritë përkatëse dhe ky del në momentin e fundit pa respektu asnjë institucion kompetent, pa analizu hiç projekt buxhetin dhe krijon ministri të reja. Domethënë krijon ministri të reja të cilët në farforme ma rikujtoj ligjin e Maliqit. Domethënë ky vendos, ky planifikon, ky është ligji, domethënë në Shqipëri është quajtur ligji i Maliqit, ne në Kosovë e quajmë ligji i Albinit. Domethënë nuk e institucionet kompetente janë inekzistente, thirr prokurisë nuk i shkon, thot prokurori nuk ka të drejtë me ardhmë me marr mua, nuk ka guxim me ardhmë me intervistu mua, nuk i respektojnë institucionet kompetente të hierarkisë. Unë e di që janë themelum ato ko më parë nga partitë opozitare. Mirë po, domethënë para se gjithashtu ti dush me respektu institucionin, jo individin, se institucioni është i rëndësishëm vlerë. Edhe imagjino tash vjen një moment që është ligji i Albinit, ligji për krijimin e fondeve, ligji krijon ligje vet, domethënë ligji domethënë nuk ka institucion ku vendi është veç formale juridik.
vendimit i merë këtë një kryeministër, këtë platformat i banë qaj kryeministër. E njëjtë është sikur në Shqipëri, mirë po e njëjtë është si në Shqipëri, se institucionet kompetente dhe ligjeve në prashtim spakut ta shkot e fundit që ka dhënë një rezultat, por ndryshe ligji është i një individi, ligji është i një kryeministri. Do të thënë ai institucionet, do të thënë e drejta ndërkombëtare dhe e drejta ligjore në këto shtete ku një lider partijak e fiton mbi 50% të votave, sidomos në vendet të Ballkanit Perëndimor, ligji është vetë kryeministri, nuk ka institucion tjetër. Zoti Mesini, ju falenderoj për të gjitha mendimet e sjella në studio. Ditë mbar në vijim.